Fotografi i botës së egër, Blerim Gjoci, thotë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar që shumë shpesë të mos migrojnë më në vendin tonë. Sipas tij, edhe llojet e shpesëve që zakonisht qëndrojnë gjatë dimrit, tashmë nuk po qëndrojnë më. Problem tjetër është pakës ndryshimet klimatike, kanë bërë që shumë lloje të shpesëve që mos migrojnë më në vendin tonë. Dikun rreth 90 deri 130 mos gabofsha vinë në vendin tonë gjatë dimrit, jo gjitha nalen, sepse kushtet atmosferike e bëjnë veten. Na kujtohet një kohë kur pulbardha këtu ka qenë sikur shpendi zakonshëm. Domethënë çdo vend ke pa me qindra, tani nuk e sheh, nashta një 2-3 shumë pak. Koha dallandyshe ka qenë shumë e madhe, tash janë shumë pak. Kjo po ndodh për shkak unë mendoj që mos mbajtjes së kafshëve dhe shpesëve nëpër shtëpia. Gjoci thotë se gjatë stinës së dimrit, kafshët e egra janë vazhdimisht në kërkim të ushqimit dhe për këtë arsye zgjedhin vende më të veçanta e më të sigurta. Tash kafshët rrinë me një vend, vetëm në raste emergjente dalin. Shumë kohë për shkak të energjisë, sepse çdo lëvizje të hup energji shumë të madhe, edhe për shkak të mos konsumimit të ushqimit, sepse tash s'kanë ushqim të mjaftueshëm, sepse bora bën veten, është një sfidë për ta, por mbas gjurmëve dhe kur di pozitat ku rrin, e ka mundësinë më të madhe me shku me fotografu aty ku janë. Domethënë është pak e vështirë, po e bëj edhe ato. Ai shton se kushtet për fotografimin e tyre janë bërë edhe më të vështira, pasi në male ka borë dhe terreni është i rënduar. Gjatë dimrit, unë jam shumë aktiv, sepse kam shumë atletë që të gjoj prejnë për gjuj me i parë në thojza, edhe është ma let fotografimi, a deri te ardha e fotografimit është një punë shumë e zërshme tash, sepse bora është e paparashikueshme, nërborë gjindë drunit që shatjes me metrat e poshtë, edhe kështu guri ku ta diun tjera, po sido që tjetë të janë pjesë e punës teme. Megjithatë, sipas tij, vetëdijësimi për mbrojtjen e kafshëve të egra ka filluar të rritet në vendin tonë, edhe pse ende ka raste që ato sulmohen.